Përpara si të fillojmë këtë histori të pabesueshme, le t'ju pyes diçka që do t'ju bëj të mendoni thellë. A do ta ndihmoni një të huaj në rrugë, nëse do ta dinim që prapa asaj ndihme i fshihet diçka që do të ndryshonte jetën tuaj përgjithmonë? Shkruani në komente çfarë do të bënit ju në një situatë të tillë. E tani, uluni rehat, sepse ajo që do të dëgjoni është një nga historitë më emocionale dhe më të pazakonta që keni dëgjuar ndonjëherë. Shira me forcë mbi rrugët e Londrës atë mbrëmjet e janarit. Qielli ishte i errët, pothuajse i zi, sikur vetë natyra donte të fshihte dhimbjen që po ndodhte poshtë tij. Uji rrëshqishte nëpër trotuare duke formuar lumenj të vegjël që përplasen me këmbët e kalimtarëve të nxituar. Të gjithë kërkonin strehim, të gjithë përveç saj. Ajo ishte ulur në një cep, me shpinë të mbështetur në murin e ftohtë të një ndërtese të vjetër. Veshja e saj ishte e njohur plotësisht, flokët e zi një rrëshqisnin në fytyrë dhe duart i mbante të shtrënguar rreth dy krijesave të vogla që po përpiqeshin të fshihnin në kraharorin e saj. Dy binjak, jo më shumë se 3 vjeç, me sy të mdenj kafe që shiheshin edhe në errësirë. Ata dridheshin nga të ftohti. Vajza nuk bërtiste, nuk lypte me zë të lartë si shumë të tjerë që shihnin në rrugë. Ajo thjesht rinte aty, me një karton të lagur në dorë, ku shkruaj me shkronja të dridhura. Ju lutem, ndihmë për fëmijët e mi. Miliona njerëz kaluan pranë saj atë ditë, disa as nuk e pan. Të tjerë e hoqën syt me shpejtësi, sikur dhimbja e saj ishte diçka që nuk donin ta shihnin. Por ai e pa. Dhe jo vetëm që e pa, por diçka në ato pamje e goditi me një forcë që nuk e kishte ndjerë kurrë më parë. Adrian Thornfield ishte emri i, një nga njerëzit më të pasur në Europë, miliarderi që kishte ndërtuar një perandori nga hiçi, pronari i hoteleve më luksoze, kompanive të teknologjisë, investimeve që lëviznin tregjet financiare. Çdo lëvizje e tij ishte nën vëzhgimin e mediave. Çdo vendim i tij ndikonte jetën e mirë a njerëzve, por asnjë gjë nuk e kishte përgatitur për atë që po shihte tani. Ai po ecte nga takimi i fundit të ditës, i shoqëruar nga truproja e tij Markus dhe asistentja e tij personale Emily. Makina e tij e zezë me xhama të errët e priste në fund të rrugës. Por diçka e detyroi të ndalonte. Ishte ajo, vajza dhe binjakët. Adrian nuk e dinte pse, por këmbët e tij nuk lëviznin më. Zemra e tij rrahte më shpejt. Kishte parë varfëri më parë. Kishte dhënë miliona për bamirësi. Por kjo ishte ndryshe. Kjo ishte personale. Zoti Thornfield, makina është gati, tha Emily me një zë profesional duke e tërhequr nga mendimet e tij. Por Adrian nuk dëgjoi. Ai ecte tashmë drejt saj. Markus u tensionua me njëherë. Zoti Thornfield nuk është e sigurt. Qëndro këtu, tha Adrian pa e kthyer kokën. Rreth tyre, njerëzit kalonin me shpejtësi, duke u mbrojtur me çadra. Drita e makinave shkëlqente në rrugët e lagura. Përkohë zgjatja, sikur ngeci. Adrian u afrua tek vajza dhe për herë të parë në jetën e tij, nuk e dinte çfarë të thoshte. Ajo e pa atë. Për një moment, sytë e tyre u takuan. Dhe në atë shikim, Adrian pa diçka që e theu brenda. Nuk ishte vetëm dëshpërim. Ishte dinjitet. Ishte forcë e thyer, por ende e gjallë. Ju lutem, tha ajo me një zë të butë, pothuajse të padëgjueshëm në zhurmën e shiut. Fëmijët e mi, ata kanë nevojë për ushqim. Adrian u ul në gjunjë para saj, pa u ndjerë i shqetësuar për kostumin e tij të shtrenjtë që po lagej. Ai e pa më nga afër fytyrën e saj. Ishte e re, ndoshta në fillim të 30-tave. Për sytë e saj dukeshin sikur kishin jetuar një jetë të tërë vuajtje. Si quheni? Pyeti ai. Ajo nguroi. Pastaj, me një zë që dukej sikur nuk ishte folur me askënd prej ditësh, tha. Lira. Lira, përsëriti Adrian, sikur emri kishte një kuptim që ai ende nuk e kuptonte. Prej sa kohë jeni këtu? Nuk ka rëndësi, tha ajo, duke shikuar poshtë. Ju lutem, nëse keni ndonjë gjë,
Vetëm për ta, jo për mua. Njëri nga binjakët, një djali vogël me flok kreshta, e shikoi Adrian me sy të mëdhenj. Ai nuk qante, por duke i lodhur, aq i lodhur sa Adrian ndjeu një dhimbje fizike në gjoks. Sa vjeç janë? Pyeti ai. 3, tha Lira. Kanë lindur këto në Londër, por unë nuk kam asnjë të drejtë. Askush nuk më njeh, askush nuk më ndihmon. Adrian e dinte çfarë do të thoshte kjo. Imigrante pa leje, pa punë, pa shtëpi, pa mbrojtje ligjore. Një nga milionat e padukshëm që jetonin në shije. Por kjo nuk ishte çështja tani. Çështja ishte se diçka thellë brenda tij po i thoshte që kjo nuk ishte rastësi, se ai duhej të ishte këtu, se kjo takim ishte caktuar. Ejani me mua, tha ai. Lira e shikoi me mosbesim. Çfarë? Thash, ejani me mua, ju dhe fëmijët, tani. Unë nuk ju njoh, tha ajo duke u dërhequr prapa. Pse do të më ndihmonit? Adrian u ngrit në këmbë dhe shikoi drejt për drejt në sy. Sepse kjo është e drejta që duhet bërë. Dhe sepse unë nuk mund të shkoj më tutje duke ju parë këtu. Markus u afruar me hapa të shpejt. Zoti Thornfield, kjo nuk është e mançur. Markus, hap derën e makinës, urdhëroi Adrian me një ton që nuk lejonte diskutime. Lira ishte ende e ngurtë, e friksuar. Por kur pa mënyrën se si Adrian u përkul për të marrë binjakët me kujdes, diçka në zemër të saj u thye. Dhe ajo u ngrit, duke u mbështetur në mur dhe ndoqi. Kur hyn në makinë, ngrohtësia e brendshme i goditi të tre. Binjakët filluan të dridheshin më pak. Lira nuk fliste. Ajo thjesht shikonte jashtë nga dritarja sikur nuk besonte se kjo po ndodhte. Adrian e shikoi nga pasqyra e brendshme, dhe për herë të parë në vite ai ndjeu diçka që nuk kishte ndjerë prej kohësh. Një lidhje njerëzore që nuk kishte ndërtuar mbi para, fuqi apo interesa, diçka e vërtet. Por ajo që ai nuk e dinte ende ishte se kjo vajzë e re njom dhe dridhur do të ndryshonte gjithçka. Se prapasaj fshihej një e vërtet që do ta shkatërronte dhe do ta rindërtonte jetën e tij, dhe se çdo gjë që ai mendonte se e dinte për veten e tij ishte në prag të një zbulimi që do ta tronditnin thellë. Por tani ai thjesht urdhëroi, drejt shtëpisë, dhe thirr doktor. Tani. Makina lundronte nëpër rrugët e errta të Londrës ndërsa shi vazhdonte të rrahte xhamat. Brenda heshtja ishte e rëndë. Lira rrinta e ngurtë në sedilet e pasme, me një binjak në secilën krah. Ajo nuk guxonte të fliste, nuk guxonte të besonte. Ishte mësuar që çdo gjë mirë në jetën e saj vinte me një çmim. Adrian rrinte përballë saj, në sedile që shiheshin nga prapa. Ai e vëzhgonte pa forur. Emily, asistentja e tij, kishte filluar tashmë të bënte telefona. Doktor privat, ushqim i ngrohtë, rroba të pastra. Çdo gjë po organizohej me efektivitetin e dikujt që ishte mësuar të zgjidhte probleme. Por Adrian nuk ishte i përqendruar te kjo. Ai po e shikonte Lirën. Ajo nuk e shikonte atë. Sytë e saj ishin të ngulur në dritaret e makinës, duke ndjekur dritat e qytetit që kalonin me shpejtësi. Fytyrën e saj e kishte të bardhë nga të ftohti, buzat pothuajse vjollës. Por ajo që e prekte Adrian më shumë ishte shprehja e saj, e boshatisur sikur heshpja kishte vdekur brenda saj prej kohësh. Sa ku keni qenë atë rrugë? Ai pyetja ai më në fund me një zë të butë. Lira nuk ju përgjigj më njëherë. Ajo e shtrëngoi më fort njërin nga binjakët, i cili kishte filluar të mbyllte syt nga lodhja. 3 javë, tha më në fund me një zë që mezi dëgjoi. Ndoshta më shumë, nuk mbaj moment. Ku keni jetuar përpara? Në një dhomë të vogël, por nuk paguaja dot qiran, dhe më dëbuan. Adrian ndjeu një tërheqje në stomak. Ai kishte një pasuri që do të mund të blinte gjithë ndërtesën ku ajo kishte jetuar, por dëgjimi i këtyre fjalëve e bëri të ndihej pafuqishëm. Dhe familja juaj? Vazhdoi ai. A keni dikë këtu? Lira e ktheu kokën dhe për herë të parë shikoi drejt për drejt në sy. Kishte diçka në atë shikim, një thellësi që Adrian nuk e kishte parë shpesh. Familja ime? Tha ajo me një buzëqeshje të hidhur. Familja ime është vetëm këta 2, askush tjetër. Dhe prindrit tuaj? Të vdekur, tha ajo duke e kthyer kokën përsëri nga dritarja.
prej vitesh. Adrian e kuptoi që nuk duhet të shtypte më, por kurioziteti i tij ishte më i fortë se gjykimi i tij. Si erdhët në Londër? Lira mori frymthell, duke sikur se cila pyetje e kthente prapa në kohë në momente që ajo donte t'i harronte. Erdha për një jetë më të mirë, tha ajo, si të gjithë të tjerët. Mendoja se këtu do të gjeja punë. Mendoja se do të mund të kujdesesha për fëmijët e mi. Por unë nuk kisha asgjë. Asnjë letër, asnjë dokument. Isha vetëm një numër pa emër. Dhe babai i fëmijëve? Pyeti Adrian, duke u ndier pak fajtor për pyetjen. Lira e ngriti kokën ngadalë. Kishte diçka në shikim, një thellësi që Adrian nuk e kishte parë shpesh. Familja ime, tha ajo me një buzëqeshje të hidhur. Familja ime është vetëm këta dy. Askush tjetër. Dhe prindrit tuaj? Të vdekur, tha ajo duke e kthyer kokën përsëri nga dritarja. Prej vitesh. Adrian e kuftoi që nuk duhej të shtypte më, por kurioziteti i tij ishte më i fortë se gjykimi i tij. Si erdhët në Londër? Lira mori frymthell, dukej sikur se cila pyetje e kthente prapa në kohë, në momente që ajo donte t'i harronte. Erdha për një jetë më të mirë, tha ajo, si të gjithë të tjerët. Mendoja se këtu do të gjeja punë. Mendoja se do të mund të kujdesesha për fëmijët e mi. Por unë nuk kisha asgjë. Asnjë letër, asnjë dokument. Isha vetëm një numër pa emër. Dhe babai i fëmijëve? Pyeti Adrian, duke u ndier pak fajtor për pyetjen. Lira e ngriti kokën ngadalë. Kishte diçka në mënyrën se si e bëri atë, që i tha Adrianit se kjo ishte pjesa më e dhimbshme e historisë së saj. Ai më premtoi gjithçka, tha ajo me një zë të thyer. Më tha se do të ishim një familje, se do të kujdesej për ne. Por kur mësoi se isha shtatzën, ai thjeshtiku dhe nuk e pash më kurrë. Heshtja mbushi makinën përsëri. Emily nxali së telefoni për një moment, sikur edhe ajo ndjeu peshën e fjalëve të Lirës. Më falni, tha Adrian, dhe e tha seriozisht. Nuk duhet ju pyes kaq shumë. Jo, tha Lira duke shkundur kokën. Ju keni të drejtë të pyesni. Ju më morët nga rruga. Ju keni të drejtë të dini kush jam, edhe pse nuk ka shumë për të ditur. Ka më shumë se sa mendoni, tha Adrian. Ju jeni një nën që po bën gjithçka për fëmijët e saj. Kjo është më e vlefshme se çdo gjë që unë kam ndërtuar. Lira e shikoi me një shprehje të habitur. Ajo nuk ishte mësuar me fjalë të tilla, nuk ishte mësuar me respekt. Për vite me radhë, ajo kishte qenë e padukshme, e injoruar, e trajtuar sikur nuk ekzistonte. Dhe tani, ky njeri, ky miliarder që ajo kishte parë vetëm në revista, po i fliste sikur ajo vlente diçka. Pse po bëni këtë? Pyeti ajo. Pse po më ndihmoni? Adrian e shikoi për një kohë të gjatë, duke u përpjekur të gjejë fjalët e dukura. Sepse unë kam parë shumë gjëra në jetën time, tha ai. Kam parë njerëz që bëjnë gjithçka për para, që tradhtojnë, gënjejnë, shkatërrojnë për më shumë. Por kur ju pash atje, në atë rrugë, duke mbajtur fëmijët tuaj në duart tuaja, pash diçka që nuk kisha parë prej kohësh, një dashuri të vërtetë, një sakrificë pa kushte. Lira ndeu sy duke u mbushur me lot. Ajo i shtypte, por ata ishin më të fortë. Një lot rrëshqiti në faqe, pastaj një tjetër. Unë nuk jam e fortë, tha ajo. Unë jam thjesht e dëshpëruar. Forca nuk është gjithmonë ajo që mendojmë, tha Adrian. Ndonjëherë është të vazhdosh, edhe kur gjithçka duket e pamundur. Makina ndaloi para një shtëpie të madhe në një lagje ekskluzive të Londrës. Porta hapi automatikisht dhe makina hyri në një obor të gjerë me pemë të mëdha dhe ndriçim elegant. Lira e shikoi gjithçka me gojë të hapur. Ajo kishte parë vende të tilla vetëm në filma. Ku jemi? Pyeti ajo. Në shtëpinë time. Dhe për sa kohë që ju nevojitet, kjo është edhe shtëpia juaj. Lira nuk dinte çfarë të thoshte. Ajo ndjeu një peshë të madhe që po largohej nga shpatullat e saj, por njëkohësisht një frikë të re po lind. Çfarë po ndodhte? A ishte kjo e vërtetë? A kishte ndonjë kurth? Dera e makinës u hap dhe Markus u hodh jashtë për të hapur derën për ta. Lira zbriti me kujdes, duke mbajtur bynjakër që tani ishin në gjumë të thellë. Adrian ecte para saj dhe ajo e ndoqi nëpër një hyrje të madhe me dysheme mermeri dhe një shkallë të gjerë që çonte lart. Emily, çoj në dhomën e mysafirëve në katin e dytë, tha Adrian, dhe sigurohu që kanë gjithçka që u nevojitet.
Menjëherë zoti Thornfield, tha Emily duke udhëhequr Lirën drejt shkallëve. Por përpara se ajo të largohej, Adrian e ndali për një moment. Lira, tha ai. Ajo u kthye. Ju jeni e sigurt këtu. Askush nuk do t'ju bëj keq. Ju keni fjalën time. Lira e shikoi për një moment të gjatë, duke u përpjekur të lexonte fytyrën e tij. Dhe për herë të parë në vite, ajo ndjeu se dikush thoshte të vërtetën. Faleminderit, tha ajo me një zë që mezi dëgjohej. Dhe kështu, natë të ftohtë dhe të lagur, jeta e Lirës filloi të ndryshohej. Por ajo që ajo nuk e dinte ende, ishte se kjo ishte vetëm fillimi i një udhëtimi që do të zbulonte të vërteta që as Adriani dhe as ajo nuk ishin gati t'i dëgjonin. Kur ajo u ngjit në shkallë, Adrian mbeti vetëm në hol. Ai e shikoi nga larg dhe për një moment ndjeu diçka që nuk ishte ndjer prej vitesh. Një përgjegjësi që nuk ishte për para ose biznes. Ishte për jetën e dikujt tjetër. Por në atë moment, ai nuk e dinte se kjo vajzë e re, kjo Lira, do të hiqte një sekret që do ta ndryshonte gjithçka. Dhe se kaluara e saj ishte lidhur me të në mënyra që as ai nuk mund t'imagjinonte. Shiu kishte ndalur, por stuhia e vërtet sapo kishte filluar. Mëngjesi vijoi me një qetësi të pazakontë në shtëpinë e Adrian Thornfield. Dielli filloi të hinte nga dritaret e mëdha të dhomës së ndenjës, duke ndriçuar muret e bardha dhe mobiljet elegante. Adrian nuk kishte fjetur pothuajse fare atë natë. Ai kishte rënë në studion e tij, duke shikuar nga dritarja, duke menduar për atë që kishte ndodhur. Pse kishte marrë atë vajzë në shtëpi? Pse kishte ndjer atë tërheqje aq të fortë? Ai nuk ishte njëri që vepronte me impuls. Çdo vendim i tij ishte i kalkuluar, i menduar, i planifikuar. Por ajo natë kishte ndryshe. Ajo natë diçka kishte thyer të gjitha rregullat e tij. Ai dëgjoi zhurmën e lehtë të hapave në korridorin e sipërm. Lira duhej të ishte zgjuar. Adrian u ngrit nga karriga e tij dhe doli nga studio. Kur arriti në sallonin kryesor e pa atë duke zbritur shkallët me kujdes, duke mbajtur njëri nga binjakët në krah. Ajo ishte veshur me rroba të pastra që Emily kishte sjell natën e kaluar, një bluzë të bardhë dhe pantallona të thjeshtë. Flokët i kishte larë dhe i kishte lidhur prapa. Dhe për herë të parë Adrian e pa fytyrën e saj të vërtet, pa baltën e rrugës dhe logrën e shiut. Ajo ishte e bukur, jo në mënyrën që shihej në revista, por në një mënyrë tjetër, më të vërtet. Kishte diçka në sytë e saj që tregonte histori, vuajtje dhe forcë që nuk mund të fshihej. Mirëmëngjes, tha Adrian, duke u përpjekur të mos e shikonte shumë. Lira u tensionuar pak kur e pa atë. Mirëmëngjes, tha ajo. Unë nuk dija nëse duhet të zbrija, nuk doja të ju shqetësoja. Ju nuk shqetësoni askënd, tha Adrian me një buzëqeshje të lehtë. Kjo është shtëpia juaj tani. Ju mund të lëvizni lirisht. Lira nuk duke e bindur, por erdhi më afër. Binjakët e saj ishin ende gjysmë në gjumë, dhe ajo i mbante me një butësi që tregonte se kjo ishte gjithçka që ajo kishte në jetë. A hëngër diçka? Pyeti Adrian. Lira shkundëroi kokën. Jo ende, por nuk dua të ju bezdis, ju tashmë keni bërë shumë për ne. Ju nuk po më bezdisni, tha Adrian. E jani në dhomën e ngrënjës, kam urdhëruar mëngjes për të gjithë. Lira ndoqi me hapa të ngadalt. Kur hyn në dhomën e ngrënjës, ajo mbeti pa fjalë. Tavolina ishte plot me ushqim, buke ngrohtë, djath, fruta të freskëta, omlet, suxhuk, lëng portokali. Ishte më shumë ushqim se sa ajo kishte parë prej muajsh. Uluni, tha Adrian, duke treguar një karrige. Lira ul me kujdes, duke mbajtur ende binjake në krah. Binjakë tjetër, djali i vogël, u zgjua dhe filloi të shikonte rreth e rrotullt me sy të mëdhenj. Emri i tyre? Pyeti Adrian duke ulur përballë saj. Ky është Ariani, tha Lira, duke treguar djalin. Dhe kjo është Luana. Adrian buzëqeshin ndaj tyre. Ariani e shikoi me kureshtje, ndërsa Luana fshihej në kraharorin e nënës së saj. Janë të bukur, tha Adrian. Ata janë gjithçka që kam, tha Lira me një zë që dridhet lehtë. Adriani e shikoi për një moment, dhe papritmas ndjei një dhimbje në gjoks. Ai nuk kishte fëmijë. Ai nuk kishte familje të vërtet. Kishte një jetë plot me punë, takime, udhëtime, por asnjëherë nuk ishte ndjer lidhjen që shihte tani midis kësaj vajze dhe fëmijëve të saj.
Pse jeni në Londër, Lira? Pyeti ai duke derdhur çaj për të dy. E di që më tha diçka dje, por dua të dëgjoj gjithçka, nga fillimi. Lira e shikoi dhe për një moment dukej sikur po mendonte nëse duhej të fliste. Pastaj, me një thellim të lehtë, ajo filloi. Unë kam lindur në Shqipëri, në një fshat të vogël në jug. Prindrit e mi ishin njerëz të thjeshtë. Babai punonte në ndërtim, nëna ishte në shtëpi. Ne nuk ishim shumë, por ishim të lumtur. Por kur isha 15 vjeç, diçka e tmeshme ndodhi. Adrian dëgjoi me vëmendje. Babai im vdiq në një aksident në punë. Një mur rami të. Dhe nëna ime, ajo nuk e mbajti dot. Ajo u sëmur nga trishtimi dhe vdiq pak muaj më vonë. Unë mbeta vetëm. Vetëm në 15 vjeç? Pyeti Adrian i tronditur. Lira bëri një buzëqeshje të hidhur. Po, por aty ishte puna. Unë nuk kisha askënd, as një xhaxha, as një teze, askënd. Dhe fshati ishte i vogël, nuk kishte punë, nuk kishte mundësi. Kështu që unë bëra atë që bënin shumë vajza. U përpoqa të gjeja një mënyrë për të mbjetuar. Çfarë bët? Punova si pastruese, si kameriere, si gjithçka që mund të gjeja. Por kur kush nuk më paguante mjaftueshëm, dhe kur mbusha 20 vjeç, dëgjova për njerëz që shkonin jashtë, në Europë, për një jetë më të mirë, kështu që vendosa të largohesha. Si erdhët këtu? Me kamion, tha ajo, me shumë të tjerë. Nuk ishte e ligjshme, por ishte e vetmja mënyrë. Na mbyllën në një kontenjer për 2 ditë. Ishte e rësirë, i nxehtë, nuk kishte ajër. Disa njerëz u sëmurën, një grua vdiq atje brenda, por ne e mbjetuam, dhe kur mbërritëm, na thanë se ishim të lirë. Adrian deu një tronditje të thellë. Ai kishte dëgjuar për këto histori, por kur nuk i kishte dëgjuar nga dikush që i kishte jetuar ato. Dhe kur erdha në Londër, gjithçka ishte ndryshe nga ajo që kisha imagjinuar. Mendoja se do të gjeja punë të lehtë, se do të fitoja para, se do të mund të dërgoja diçka prapa për varrin e motrës sime, por realiteti ishte shumë më i ashpër. Çfarë ndodhi? Punova në disa vende, por gjithmonë me frikë. Frikë se do të më zbulonin, frikë se do të më ndëbonin, frikë se do të përfundoja në rrugë. Dhe kur takova atë burr, atë që më premtoi dashuri dhe familje, mendova se më në fund fati im kishte ndryshuar, por isha gabim. Dhe kur u largua, ju mbetët shtatzëne vetëm, tha Adrian. Po, dhe shtatzania ishte e vështirë. Nuk kisha para për doktor, nuk kisha asnjë që të më ndihmonte. Dhe kur mësova se po priste binjak, u frikëzova edhe më shumë. Si do të mund kujdesesha për 2 fëmijë kur nuk mund kujdesesha as për veten time? Por, ju e bët, tha Adrian. E bëra, sepse kur ata lindën, dhe kur i pash për herë të parë, diçka brenda meje ndryshoi. Unë nuk isha më e vetme. Unë kisha një qëllim. Dhe nuk më interesonte nëse do të vuaja, nëse do të urreja, nëse do të dridheja nga të ftohtit. Gjithçka që më interesonte ishte që ata të jetonin. Adriani ndjeu një ndenjë të fuqishme duke dëgjuar këto fjalë. Ai kishte parë shumë njerëz të fortë në jetën e tij, por kjo grua, e cila kishte humbur gjithçka dhe ende qëndronte në këmbë, ishte diçka e veçantë. Dhe kur mbetet në rrugë, çfarë bët? Pyeti ai. Përpiqesha të gjeja vende ku mund të flija me fëmijët e mi. Ndonjëherë në parqe, ndonjëherë në stacione treni, ndonjëherë në hyrjet e dyqaneve. Por ishte gjithmonë e ftohtë, gjithmonë e pasigurt. Dhe çdo ditë pyesja veten nëse do të mund të mbijetoja një ditë tjetër. Dhe askush nuk ju ndihmoi? Disa e bën, tha Lira. Disa njerëz më dhanë ushqim, disa më dhanë para të vogla, por shumica thjesht kaluan pranë, ose më shihnin me përçmim, sikur unë isha një dështim, sikur kisha zgjedhur këtë jetë. Por ju nuk e zgjodhët, tha Adrian. Jo, tha Lira me një zë të fortë. Askush nuk zgjedh të jetojë në rrugë. Askush nuk zgjedh të ketë fëmijët e tij të dridhur nga të ftohtit, por ndonjëherë jeta nuk të jep zgjedhje. Dhe gjithçka që mund të bësh është të vazhdosh
Adriani shikoi për një kohë të gjatë dhe në atë moment ai kuptoi diçka që nuk e kishte kuptuar më parë. Kjo grua nuk ishte viktim. Ajo ishte luftëtare. Dhe çdo gjë që ai po bënte për të nuk ishte bamirësi, ishte drejtësi. Lira, tha ai. Unë dua t'ju them diçka që ndoshta do t'ju befasoj. Lira e shikoi me kureshti. Çfarë? Adriani nguroi për një moment, pastaj vendosi të fliste me të vërtetën. Unë kam bërë disa kërkime për ju, jo për t'ju spionuar, por të ndihmoj avokatin tuaj. Dhe gjatë atyre kërkimeve, zbulova diçka që nuk e prisja. Lira u tensionua. Çfarë zbulove? Emri juaj i plotë është Lira Marku. E sakt? Po si e dini? Unë nuk ja kam thënë kurrë mbi emrin tim. Sepse e gjeta në regjistrat shqiptar, tha Adrian. Dhe kur e gjeta, zbulova diçka tjetër. Zbulova se ju keni një lidhje me dikë që unë kam njohur, dikë që ka qenë shumë i rëndësishëm në jetën time. Lira e shikoi me mosbesim. Kë? Adriani mori frymë thellë. Babai juaj, Arben Marku, punoi në një projekt ndërtimi në Shqipëri për një kompani që ishte financuar nga një investitor britanik. Ai investitor ishte babai im. Lira mbeti pa fjalë. Ajo e shikoi Adrianin sikur ai kishte folur në një gjuhë tjetër. Çfarë po thoni? Po them se babai yt dhe babai im punuan së bashku, tha Adrian. Dhe më shumë se kaq. Kur babai yt vdiq në atë aksident, babai im ishte ai që duhet të kompensonte familjen tënde, por ai kur nuk e bëri. Lira ndjeu një valë zemërimi duke u ngritur brenda saj. Pse jo? Sepse kompania falimentua para se të paguhet çdo gjë, dhe babai im, ai ishte një njeri i ndershëm, por ai nuk pati kohë të rregullonte gjithçka. Ai vdiq një vit pas babait tond. Lira ndjeu sikur bota po rrotullohej. Gjithçka që ajo kishte ndjer, gjithçka që kishte vuajtur, kishte një lidhje me këtë burr që tani rinte përballë saj. Pse nuk më thatë këtë më parë? Pyeti ajo, me një zë të thyer. Sepse nuk doja që të mendohej se po ju ndihmoja për faj, tha Adrian. Sepse nuk doja që të ndihej si një borxh. Unë doja që ju të dinim se po ju ndihmoja sepse e zgjodhja, jo sepse detirohesha. Lira nuk dinte çfarë të thoshte. Një pjesë e saj ndjeu zemrim, një pjesë tjetër ndjeu konfuzion. Por një pjesë e tretë, ajo më e thellë, ndjeu diçka tjetër, një lidhje e cila ishte më e fortë se ajo që ajo mund të shpjegonte. Çfarë do të thotë kjo? Pyeti ajo. Do të thotë se ne jemi të lidhur më shumë se sa mendoja. Do të thotë se çdo gjë që po bëj për ju nuk është rastësi. Është diçka që duhet të ndodhë. Lira e shikoi për një kohë të gjatë dhe pastaj, për herë të parë që kur e kishte takuar, ajo buzëqeshi. Ndoshta bota nuk është aq e keqe sa mendoja, tha ajo. Ndoshta ka ende drejtësi. Adrian buzëqeshi në përgjigje. Ndoshta, por ende ka shumë për të zbuluar, dhe unë mendoj se të vërteta është edhe më e thellë se sa e njëjta që sapo mësova. Dhe ai kishte të drejtë, sepse ajo që asnjëri prej tyre nuk e dinte ende, ishte se e kaluara e tyre ishte edhe më e ndërlikuar, edhe më e errët dhe edhe më e lidhur se sa çdo gjë që ata mund të imagjinonin. Edhe zbulimi i asaj të vërtete do të testonte gjithçka që ata mendonin se dinin për njëri tjetrin. 3 javë kishin kaluar, që kur Lira dhe binjakët e saj kishin hyrë në jetën e Adrian. Në këto 3 javë, gjithçka kishte filluar të ndryshonte. Apartamenti i vogël ku ajo tani jetonte ishte i pastër, i ngrohtë dhe i sigurt. Fëmijët e saj hanin 3 herë në ditë. Ajo kishte filluar të merrte mësime anglishte dhe të takonte me avokatin që po punonte për rastin e saj. Për herë të parë në vite, ajo ndjeu se kishte një të ardhme. Por, megjithëse gjërat po përmirësoheshin, Lira ende nuk mund të largonte një ndjenjë të thellë brengosje nga zemra e saj. Çdo natë, kur mbyllte syt, ajo shihte të njëjtat ëndra. Rrugët e errta të Londrës, dridhjen e fëmijëve të saj, shikimin e njerëzve që kalonin pranë saj pa e parë. Dhe diçka tjetër, një kujtesë që ajo nuk donte ta rishikonte. Një mbrëmje, ndërsa binjakët ishin në shtrat, Lira rrinte në divan duke shikuar nga dritarja e vogël e dhomës së ndenjes. Qyteti shkëlqente me drita, dhe ajo mendoi se sa e çuditshme ishte jeta.
Pak javë më parë ajo ishte në fund të botës dhe tani ishte në një vend ku kishte ngrohtësi dhe shpresë. Por një trokitje në derë e ktheu nga mendimet. Ajo u ngrit me kujdes dhe e hapi derën. Ishte Adrian. Më falni që ju shqetësoj kaq vonë, tha ai, por doja të flas me ju. A mund të hy? Natyrisht, tha Lira duke hapur derën plotësisht. Adrian hyri brenda dhe pa se si ajo kishte organizuar vendin. Ishte i thjesht, por i pastër dhe i kujdesur. Kishte lodra të shpërndara në kënd ku binjakët luanin dhe një aromë lehtë e çarit që Lira kishte përgatitur. Shumë bukur, tha Adrian duke buzëqeshur. Faleminderit, është më shumë se sa mund të kisha imagjinuar ndonjëherë. Ata ulën në divan dhe për një moment mbeti heshtje. Adrian duke sikur donte të thoshte diçka, por nuk dinte si ta fillonte. A ka diçka që ju shqetëson? Pyeti Lira duke vërejtur tensionin e tij. Adrian mori frym thellë. Unë dua t'ju pyes diçka, por nuk dua që të ndiheni e detyruar të përgjigjeni. Nëse nuk doni, thjesht më thoni. Lira e shikoi me kureshtje dhe pak shqetësim. Çfarë doni të dini? Dua të di më shumë për të kaluarën tuaj, tha Adrian. Jo për të qenë kurioze, por sepse avokati juaj do të ketë nevojë për detaje, dhe gjithashtu sepse unë dua të kuptoj më mirë se çfarë keni përjetuar. Lira e uli kokën. Ajo e dinte se kjo pyetje do të vinte një ditë, por kjo nuk e bënte më të lehtë. Çfarë doni të dini? Pyeti ajo. Gjithçka, tha Adrian me një zë të butë. Nga momenti që lindët deri në momentin kur ju takova në atë rrugë. Lira mori frymthell dhe filloi të fliste. Kësaj radhe, ajo shkoi më thellë se herën e fundit. Ajo foli për fëmijërinë e saj në Shqipëri, për ditët e lumtura kur luante me motrën e saj të vogël Arianën në fusha të gjelbra pranë fshatit të tyre. Ajo foli për babain e saj, një burr të fortë por të butë, që punonte prej mëngjesit deri mbroma për t'i dhënë familjes së tij një jetë të dinjitetshme. Ai ishte gjithçka për mua, tha Lira me një zë të thyer. Çdo mbrëmje kur kthehej nga puna, më merrte në krah dhe më thoshte se një ditë do të isha diçka e madhe, se do të shkoja në shkollë, do të mësoja, do të bëhesha dikush, dhe unë i besoja. Çfarë ndodhi me të? Pyeti Adrian. Ai vdiq duke bërë atë që e donte, duke punuar për familjen e tij. Atë ditë ai po punonte në një ndërtesë të re që po ngrihej në qytetin më të afërt, dhe një mur u shëmb. Ai nuk pati kohë të largohej, dhe kur ne mora vlajmin, gjithçka u shkatrua. Lira ndaloi për një moment, duke fshirë një lotë që kishte filluar të rrëshqiste në fytyrë. Nëna ime nuk e pranoi kurrë vdekjen e tij. Ajo filloi të humbas pesh, të mos flinte, të mos hante, dhe pas 6 muajsh, ajo vdiq. Doktorët thanë se ishte zemra, por unë dija të vërtetën, ishte trishtimi. Dhe ju mbetët vetëm, tha Adrian. Po, dhe motra ime e vogël, Ariana, ajo ishte vetëm 12 vjeç, dhe mund përpiqesha t'i kujdesesha, por ishte e vështirë, nuk kishim para, nuk kishim ndihmë, dhe pastaj zëri i saj u thye plotësisht. Pastaj çfarë? Pyeti Adrian, duke prekur dorën e saj me butësi. Pastaj një dimër ajo sëmur. Kishte ethe të larta dhe nuk mund të merrte frymir. Unë e çova në spital, por ata më thanë se duhet të paguaja për trajtim. Dhe unë nuk kisha asgjë. Kërkova nga të gjithë, lypja, përtita, u luta, por askush nuk më ndihmoi. Dhe ajo vdiq në krahut e mi. Lira filloi të qante hapur tani, me një dhimbje që kishte mbajtur brenda për vite. Adriani nuk foli. Ai thjesht e mbajti dorën e saj, duke e lënë të lironte gjithçka. Ajo ishte gjithçka që më kishte mbetur, tha Lira mes lotëve. Dhe unë e humba. Dhe ajo vdiq duke menduar se unë isha një motra e keqe, se nuk isha në gjendje ta shpëtoja. Ju nuk jeni fajtore, tha Adriani me një zë të fortë. Ju bët gjithçka që mundët, dhe asgjë prej asaj që ndodhi nuk ishte faj juaj. Lira e shikoi me sy të kuq. Por unë ndihem fajtore çdo ditë që zgjohem dhe shoh binjakët e mi, kujtoj se Ariana nuk pati shansin që ata kanë tani, dhe ndjehem sikur ja kam vjedhur asaj jetën. Jo, tha Adriani, duke shikuar drejt për drejt. Ju nuk ja vjet asaj jetën.
ju po jepni jetën tuaj fëmijëve tuaj. Dhe ajo, nëse do të ishte këtu, do të ishte krenar për ju. Lira qau edhe më shumë, por këtë herë ishin lot lehtësimi. Për herë të parë, dikush i kishte thënë se ajo nuk ishte fajtore. Dhe edhe pse ajo ende nuk e besonte plotësisht, ato fjali dhan një paksa ngushëllim. Pas disa minutash, ajo u qetësua dhe vazhdoi historinë e saj. Ajo foli për kohën pasi motra e saj vdiq, kur ajo vendosi të largohej nga Shqipëria. Ajo foli për udhëtimin e saj të frikshëm nëpër Evropë, për kontejnerin e mbyllur ku ajo dhe 10 të tjerë që në mbyllur për ditë të tëra, pa ujë, pa ushqim, pa dritë. Ishte si ferri, tha ajo. Njerëzit bërtisnin, qanim, u lut. Disa u lutnin për vdekje. Dhe kur më në fund mbërritëm, kur na hapën kontejnerin, shumë prej nesh nuk mund të ecnim. Ishim aq të dobët. Si mbi jetuat? Pyeti Adrian, i tronditur. Sepse nuk isha asgjë. Sepse dija se nëse vdisja atje, askush nuk do ta dinte. Askush nuk do të kujtonte. Dhe unë nuk doja të vdisja si një numër pa emër. Adriani e shikoi me një respekt të thellë. Kjo grua, e brisht në pamje, kishte një forcë brenda që pak njerëz e kishin. Ditët kalonin dhe jeta e Lirës vazhdonte të përmirësohej. Apartamenti i saj tani nuk kishte më një vend të përkohshëm, por një shtëpi e vërtet. Binjakët ishin më të shëndetshëm, më të lumtur dhe filluan të luanin me lodra që Adriani ua kishte dhuruar. Procesi ligjor po përparonte ngadalë, por në mënyrë të qëndrueshme, dhe avokati i saj ishte optimist se brenda disa muajsh ajo do të merrte lejen e qëndrimit. Por Adrian nuk mund të pushonte së menduari për atë që kishte zbuluar. Lidhja midis babait të tij dhe babait të Lirës ishte vetëm fillimi. Kishte diçka më shumë, diçka që nuk i shkonte, dhe ai kishte vendosur të hetonte më thellë. Një mbrëmje, pasi përfundoi një ditë të gjatë takimesh, Adrian nuk thye në zyrën e tij private në shtëpinë e tij të madhe. Ai kishte thirrur një hetues privat që kishte punuar për të në të kaluaren, një burr i quajtur Daniel Cross, specialist në gjetjen e informacioneve që të tjerët nuk mund t'i gjenin. Zoti Thornfield, tha Daniel, duke hyrë në zyrë me një dosje të trashë në dorë. Kam atë që më keni kërkuar. Adrian e shikoi me interes të madh. Çfarë gjete? Daniel u ul dhe hapi dosjen. Ai nxori disa dokumenta të vjetra, fotografi dhe letra. Filloi me atë që ju e dini tashmë. Babai juaj, Richard Thornfield, ishte investitori kryesor në projektin e ndërtimit në Shqipëri në vitet 1990. Projekti kishte për qëllim ndërtimin e një kompleksi rezidencial dhe turistik në Bregdet. Ishte një investim i madh dhe babai juaj kishte vendosur shumë para në të. E di këtë, tha Adrian. Babai më fliste shpesh për atë projekt. Ai e shihte si një mënyrë për të ndihmuar një vend që sapo kishte dal nga komunizmi. Ashtu është, tha Daniel. Për ka diçka që ai ndoshta nuk ju a ka thënë, ose ndoshta nuk e dinte. Adrian u krëm pas përpara. Çfarë? Daniel tregoi një letër të vjetër. Kjo është një letër që babai juaj e shkroi një muaj para se të vdiste. Ishte drejtuar një avokati në Shqipëri. Në këtë letër, ai shprehet për deturimin që kishte ndaj familjeve të punëtorëve që kishin vdekur në projektin e tij. Ai thotë se dëshiron të kompensojë të gjitha familjet, por se ka pasur probleme financiare dhe nuk ka mundur ende ta bëjë këtë. Adrian e lexoi letrën me kujdes. Zemra e tij rrahte më shpejt. Pra ai e dinte për babain e Lirës. Po, dhe jo vetëm atë. Ka edhe diçka tjetër. Ai nxori një fotografi të vjetër, të zverdhur nga koha. Fotografia tregonte një grup njerëzish duke qëndruar para një ndërtese të pafundur. Adrian njohu babain e tij menjëherë, një burr i lartë, me flokë të zinj dhe kostum elegant. Por ajo që e bëri atë të ngrihej, ishte personi që qëndronte pranë tij. Ky është babai i Lirës, Arben Marku, tha Daniel, duke treguar një burr të re me një buzëqeshje të gjerë. Dhe ky këtu është babai juaj.
Adriana e shikoi fotografinë me vëmendje. Dy burrat dukeshin sikur ishin miq të ngushtë, duke buzëqeshur së bashku me duar në supet e njëri tjetrit. Ata nuk ishin thjesht koleg, tha Daniel. Sipas dokumenteve që gjeta, ata ishin miq. Babai juaj atë çmonte shumë Arben Markun. Ai e konsideronte një prej burrave më të ndershëm që kishte takuar ndonjëherë. Adriani ndjeu një nxehtësi në gjoks. Lidhja ishte më e thellë se sa ai kishte menduar. Pse babai im nuk më ka folur kurrë për këtë? Pyeti ai. Ndoshta sepse nuk pati kohë, tha Daniel. Babai juaj vdiq papritmas dhe shumë gjëra mbeten të pambyllura. Por ka diçka tjetër që duhet ta dini. Ai nxori një dokument tjetër, ky më i ri. Kur Arben Marku vdiq, babai juaj shkroi një testament të veçantë, një kodicil, në të cilin thoshte se nëse dikush nga familja Arben Markut do të kishte nevojë për ndihmë në të ardhmen, ai ose pasardhësit e tij duhet të bënin gjithçka të mundshme për t'i ndihmuar. Adriani ndjeu sikur frymëmarrja ju ndal. Çfarë? Pse nuk kam dëgjuar kurrë për këtë? Sepse dokumenti u humb, tha Daniel. Ai nuk u përfshi në testamentin zyrtar, dhe pasi babai juaj vdiq, askush nuk e gjeti. Por unë e gjeta në arkivat e vjetra të avokatit të tij. Adriani e mori dokumentin dhe e lexoi me kujdes. Ishte e vërtet. Babai i tij kishte shkruar qartë se pasardhësit e tij kishin një detyrë morale dhe ligjore ndaj familjes Marku. Kjo do të thotë, filloi Adriani. Do të thotë se ju nuk po e ndihmoni Lirën thjesht sepse e zgjodhët, tha Daniel. Ju po e ndihmoni sepse babai juaj e kërkoi, sepse ai e dinte se kishte një borxh. Adriani mbeti pa fjalë. Gjithçka që ai kishte menduar, gjithçka që kishte ndjer, tani kishte një kuptim të ri. Ka më shumë, tha Daniel hezitues. Çfarë? Daniel mori frymë thellë. Nëna e Lirës, Maria Marku, nuk vdiq nga trishtimi, siç i thanë asaj. Ajo vdiq nga një sëmundje e trajtuar keq. Dhe arsyeja pse nuk u trajtua siç duhet, ishte sepse spitali kërkoi para që familja nuk i kishte. Para që duhet të ishin kompensuar nga kompania e babait tuaj pas vdekjes së burrit të saj. Adrian ndjeu një goditje fizike me stomak. Çfarë po thua? Po them se nëse kompania e babait tuaj do t'i kishte paguar kompensimin në kohë, nëna e Lirës do të kishte pasur para për trajtim, dhe ndoshta do t'ishte ende gjallë. Adrian u ngrit nga karrigja dhe filloi të ecte përpara prapa në zyrë. Mendja e tij punonin me shpejtësi të madhe. Kjo ishte më e keqe se sa kishte menduar. Familja e tij kishte një borxh që nuk ishte paguar kurrë, dhe për shkak të asaj neglizhence, Lira kishte humbur gjithçka. Ka edhe më shumë? Pyeti ai me një zë të thyer. Po, tha Daniel. Motra e Lirës, Ariana, ajo që vdiq kur ishte 12 vjeç, ajo nuk vdiq vetëm nga sëmundja. Ajo vdiq sepse nuk kishte ilaçe. Ilaçe që Lira nuk mund t'i blinte, sepse nuk kishte para. Para që duhet të ishin në duart e familjes së saj. Adrian ndjeu se dhoma po rrotullohej. Ai u mbështet në tavolinë për të mbajtur ekuilibrin. Unë nuk e dija, tha ai. Babai im nuk e dija. Ai vdiq para se të mund të rregullonte gjithçka. E di, tha Daniel, por tani ju e dini. Dhe pyetja është, çfarë do të bëni? Adriane shikoi me vendosmëri. Do të bëj atë që babai im do të kishte bërë. Do t'i them Lirës të vërtetën. Dhe do të bëj gjithçka që është në fuqinë time për ta kompensuar atë që familja ime i ka bërë familjes së saj. Jeni i sigurt? Pyeti Daniel. Kur ajo të mësoj këtë, ajo mund të jetë zemëruar. Ajo mund t'ju urrej. Ajo ka të drejtë të jetë zemëruar. Ajo ka të drejtë më urrej. Por unë nuk mund të vazhdoj të fsheh këtë. Ajo meriton të di të vërtetën. Ai e dinte se ajo që do të vinte ishte e vështirë. Por ai e dinte gjithashtu se nuk kishte zgjedhje tjetër, sepse nëse kishte mësuar diçka nga babai i tij, ishte se e vërtepa
Sado e dhimbshme, ishte gjithmonë më e mirë se gënjeshtra. 2 ditë më vonë, Adrian ftoi Lirën në shtëpinë e tij. Ai kishte organizuar që Emili të merrte kujdesin e binjakëve për disa orë, sepse ai dinte se ajo që do t'i thoshte do të kishte nevojë për kohë dhe privatësi. Kur Lira arriti, ajo duke e shqetësuar. "A ka diçka që nuk shkon?" pyeti ajo. "Uluni ju lutem," Adrian duke treguar një karrige pranë zjarrit që djegej në oxhakun e madh të sallonit. Lira ul dhe Adrian rrinte përballë saj. Ai kishte përpjekur të përgatiste këtë moment për ditë të tëra, por ende nuk e dinte se si ta fillonte. "Lira," filloi ai. "Ka diçka që duhet ju them, diçka që kam zbuluar dhe që mendoj se ju meritoni të dini." Lira u tensionua. "Çfarë është?" "Është për familjen tuaj dhe për familjen time." Për një orë të tërë Adrian ja tregoi gjithçka. Ai tregoi për lidhjen midis babait të tij dhe babait të saj. Ai tregoi për testamentin e fshehur, për detyrimin që babai i tij kishte ndjer, për kompensimin që kur nuk u pagua. Dhe më e rëndësishmja, ai tregoi për atë që kishte zbuluar, se nëna dhe motra e saj mund të ishin ende gjallë nëse familja e tij do të kishte vepruar më shpejt. Lira e dëgjoi në heshtje absolute. Fytyra e saj u bë gjithmonë më e bardhë. Duart e saj u shtrëngua në grushta. Dhe kur Adrian mblaroi, ajo nuk foli për një kohë të gjatë. Pra ju po më thoni se nëna ime dhe motra ime vdiqën për shkak të familjes suaj? Tha ajo më në fund me një zë të ulët, por plot zemërim. Lira. Jo, bërtiti ajo, duke u ngritur në këmbë. Mos më thoni emrin tim. Ju më thatë se po më ndihmonit sepse ishit i mirë, por e vërteta është se ju po më ndihmoni sepse familja juaj na ka shkatruar jetën. Adrian u ngrit edhe ai. Lira, ju lutem dëgjoni. Jo, unë nuk dua të dëgjoj më. Ajo ishte duke qartë tani, por ishin lot zemërimi, jo trishtimi. E tër jeta ime, e tër vuajtja ime, gjithçka ishte për shkak tuaj. Jo, ishte për shkak të një gabimi, tha Adrian duke u përpjekur të qëndronte i qetë. Një gabimi që babai im nuk pati kohë ta rregullonte. Por unë jam këtu tani dhe unë dua ta rregulloj. Ju nuk mund ta rregulloni, vërtiti Lira. Ju nuk mund t'i ktheni prindrit e mi. Ju nuk mund ta ktheni motrën time. Asgjë që ju bëni nuk do t'i kthej ata. Adrian nuk tha asgjë, sepse ai e dinte se ajo kishte të drejtë. Lira po dridhej tani, duke qarë me një dhimbje që dukej sikur po e thente. Ajo ra në gjunjë në dysheme, duke u mbajtur kokën në duart e saj. Unë nuk e di çfarë të bëj, tha ajo me slotësh. Unë nuk e di si ta ndjej këtë. Adrian u afrua dhe ul pranë saj. Ju keni të drejtë të jeni e zemëruar, tha ai me një zë të butë. Ju keni të drejtë të më urrejni, por ju lutem, mos harroni se unë jam duke ju thënë të vërtetën, sepse ju respektoj, sepse ju meritoni ta dini. Lira e shikoi me sy të kuq. Pse? Pse më thatë? Ju mund ta kishit fshehur këtë përgjithmonë. Unë nuk do ta kisha mësuar kurrë. Sepse unë nuk dua që gjithçka që ndërtojmë të jetë e bazuar në një gënjeshtër, tha Adrian, sepse ju meritoni më shumë se kaq. Lira qau edhe më shumë, por kësaj radhe ka më pak zemërim dhe më shumë dhimbje. Ajo e lejoi Adrian ta mbante në krah, dhe për minuta të tëra ajo thjesht qau. Çfarë bëj tani? Pyeti ajo më në fund. Si mund të vazhdoj të pranoj ndihmën tuaj kur e di këtë? Sepse ndihma ime nuk është bamirësi, është drejtësi, është ajo që duhet të ishte bërë prej vitesh. Dhe nëse ju vendosni të largoheni, unë do ta respektoj, por nëse vendosni të qëndroni, unë do të bëj gjithçka që është në fuqinë time për t'ju dhënë atë që familja juaj meritonte. Lira e shikoi për një kohë të gjatë, duke u përpjekur të vendoste. Një pjesë e saj donte të largohej, të mos e shihte më kurrë, por një pjesë tjetër, ajo më e thellë, e dinte se kjo nuk ishte faji i Adrianit. Ai nuk kishte asnjë kontroll mbi atë që kishte ndodhur, dhe ai po bënte gjithçka që mundej për ta rregulluar. Unë kam nevojë për kohë, tha ajo me slotësh. Unë kam nevojë të mendoj. E kuptoj, tha Adrian. Merrni gjithë kohën që ju nevojitet. Lira u ngrit dhe u largua pa thënë asnjë fjalë tjetër. Dhe kur dorëta u mbyll pas saj,
Adrian beti vetëm, duke ndjerë një peshë në gjoks që nuk e kishte ndjerë kurrë më parë. Ai e dinte se kishte bërë gjën e duhur, por ai nuk e dinte nëse Lira do të kthehej ndonjëherë. Dhe ajo pyetje e torturonte më shumë se çdo gjë tjetër në botë. Ditët kalonin dhe Adrian nuk kishte dëgjuar asgjë nga Lira. Ai kishte përpjekur t'i dërgonte mesazhe, por ajo nuk kishte përgjigju. Ai kishte shkuar në apartamentin e saj, por ajo nuk kishte hapur derën. Emily kishte thënë se binjakët ishin mirë, se Lira po u kujdesej për ta, por se ajo duke e shkatruar. Adrian nuk kishte fjetur mirë prej ditësh. Ai e dinte se Lira kishte nevojë për kohë, por ai gjithashtu kishte frikë se ajo mund të largohej përgjithmonë. Dhe ideja e humbjes së saj e bënte të ndihej më të vetmuar se sa kishte ndjerë kurrë më parë. Por problemet e tij nuk mbaronin me Lirën, sepse kur lajmi se ai kishte marrë një imigrante ilegale në shtëpinë e tij filloi të përhapej, njerëzit filluan të reagojnë. Dhe jo të gjithë ishin mbështetës. Një mëngjes, ndërsa Adriani ishte në zyrën e tij, Emily hyri me një shprehje të shqetësuar. Zoti Thornfield, ka një problem, tha ajo. Çfarë lloj problemi? Pyeti Adrian duke ngritur kokën nga dokumentet që po lexonte. Media, tha Emily. Ata kanë zbuluar për Lirën dhe po shkruajnë artikuj për ju. Adrian ndjeu një zemërim të lehtë duke u ngritur. Çfarë lloj artikujsh? Emily dha një tablet, ku ishte një artikull me një titull të madh. Miliarderi Adrian Thornfield fsheh një imigrante ilegale në shtëpinë e tij. Skandal apo bamirësi? Adrian e lexoi artikullin me shpejtësi. Ishte plot me akuza, se ai po përdorte Lirën për publiciteti, se ai kishte motive të fshehta, se ai po shpërfillte ligjin. Kishte edhe komente nga njerëz të ndryshëm, disa duke e mbështetur dhe disa duke e sulmuar. Si e zbuluan këtë? Pyeti Adrian. Nuk e di, por dikush ka folur, ndoshta dikush nga personeli, ndoshta dikush që ka parë Lirën duke hyrë ose dal nga shtëpia juaj. Adrian e goditi tabletën në tavolinë me forcë. Ky është një sulm i qëllimshëm, tha ai. Dikush po përpiqet më dëmtoj. Çfarë doni të bëni? Pyeti Emily. Thirra avokatin tim dhe organizoj një konferencë shtypi. Unë do t'ju a them atyre të vërtetën. Por para se Emily të largohej, telefoni Adrianit ra. Ishte një numër që ai nuk e priste. Vëllai i tij, Marcus Thornfield. Adrian dhe Marcus nuk kishin pasur një marrëdhënie të mirë për vite. Pasi babai i tyre kishte vdekur, ata kishin përçarë kompaninë midis tyre dhe Marcus kishte marrë një pjesë më të vogël. Ai nuk e kishte pranuar kur këtë dhe kishte krijuar një armiqësi të ftohtë midis tyre. Adriani e mori telefonin me hezitim. Adrian, tha ai. Adrian, tha zëri Marcus nga ana tjetër. Pash në gazeta për ty, shumë interesante. Çfarë do? Pyeti Adrian me një ton të ftohtë. Dua të paralajmëroj, tha Marcus. Ajo që po bën është e rrezikshme, jo vetëm për ty, por edhe për kompaninë tonë. Nëse ti vazhdon të mbështesësh një imigrante ilegale, kjo do të ndikojë në të gjitha bizneset tona. Unë nuk jam duke bërë asgjë ilegale, tha Adriani. Unë jam duke ndihmuar dikë që ka nevojë për ndihmë. Ti je duke shkelur ligjin, tha Marcus. Dhe nëse vazhdon, unë do të jam i detyruar të marr masa. Adriani ndjeu një zemërim të thellë. Çfarë masësh? Do të thërres një mbledhje të bordit, tha Marcus. Dhe do të kërkoj që ti të hiqesh një pozicioni si CEO, sepse po vënë në rrezik interesat e kompanisë. Adriani nuk mund ta besonte atë që po dëgjonte. Ti nuk mund ta bësh këtë, tha ai. Mund dhe do ta bëj, përveç nëse ti e largon atë grua nga jeta jote tani. Adriani e mbylli telefonin pa i përgjigjur. Ai ishte i zemruar, por gjithashtu i shqetësuar. Marcus kishte mjaftueshëm aksione në kompani për të thirrur një mbledhje të bordit. Dhe nëse bordi vendoste, tha Adriani, ishte një rrezik, ata mund ta hiqnin. Por Adriani nuk kishte ndërmend të largohej. Ai kishte një detyrë ndaj Lirës, dhe asnjë kërcënim nga vëllai i tij nuk do ta ndelonte. Ditën e nesërme, Adriani organizoi një konferencë shtypi. Dhoma ishte e mbushur me gazetar, kamera dhe mikrofona.
Ai doli në podium me një shprehje të qetë për të vendosur. Faleminderit që erdhët, filloi ai. E di se ka shumë spekulime dhe akuza për mua në këto ditë të fundit, dhe dua t'ju them të vërtetën. Ai mori frymë thellë. Pak javë më parë, unë takova një grua të re në rrugët e Londrës. Ajo ishte duke lypur me 2 fëmijët e saj, të dridhur nga të ftohtit. Dhe në atë moment, unë vendosa se duhet ta ndihmoja. Jo sepse ajo ishte e veçantë, por sepse çdo njeri meriton dinjitet. Gazetarët filluan të shënonin dhe të bënin pyetje, por Adriani vazhdoi. Kjo grua ka një histori vuajtje, sakrifice dhe force. Dhe kur zbulova se familja ime kishte një lidhje me të kaluarën e saj, kuptova se kjo nuk ishte rastësi. Ishte një mundësi për të rregulluar një padrejtësi të vjetër. Zoti Thornfield, bërtiti një gazetar, ju po ndihmoni një imigrante ilegale, a nuk është kjo shkelje e ligjit? Jo, tha Adrian me qetësi. Unë po ndihmoj një njeri që ka nevojë, dhe po punoj me avokatët më të mirë për të siguruar që ajo të marrë statusin e saj ligjor sa më shpejt të jetë mundur. Por, pse ju? Pyeti një gazetare tjetër. Pse një miliarder si ju duhet të merrej me këtë? Adriani e shikoi drejt për drejt. Sepse pasurit nuk do të thot asgjë nëse nuk e përdor për të ndihmuar ata që nuk kanë asgjë, tha ai. Babai më mësoi se ne kemi një përgjegjësi ndaj njerëzve që kanë nevojë, dhe unë jam duke jetuar sipas atyre vlerave. Konferenca vazhdoi për një orë të tërë, me pyetje të shumta dhe përgjigje të qarta nga Adriani. Në fund, ai ndjeu se kishte bërë gjën e duhur. Ai kishte folur me zemër, dhe nuk e kishte rëndësi nëse njerëzit e kuptonin apo jo. Por kur u kthye në zyrën e tij, ai gjeti një surprizë. Lira ishte atje, e ulur në karrigen e vizitorëve, duke e pritur. Lira, tha ai habitur. Çfarë po bën këtu? Lira u ngrit. Fytyra e saj ishte e qetë, por sytë e saj ishin të kuq sikur kishte qarë shumë. E pash konferencën tuaj në televizor. Adriani u afrua tek ajo. Dhe kuptova diçka, tha ajo. Kuptova se ju po sakrifikoni gjithçka për mua. Reputacionin tuaj, biznesin tuaj, marrëdhënien me familjen tuaj. Gjithçka. Lira, mos flisni, tha ajo duke ngritur dorën. Lejni të flason. Ajo mori frymthell. Unë kam qenë e zemëruar me ju, shumë e zemëruar. Por pasi mendova për gjithçka, kuptova se nuk ishte faji juaj. Ju nuk jeni përgjegjës për atë që ndodhi. Dhe ju po bëni më shumë se sa kushdo tjetër do të bënte. Adrian deu një peshë duke u larguar nga gjoksi i tij. Unë thjesht dua të bëj atë që është e drejtë, tha ai. E di, tha Lira. Dhe prandaj jam këtu, për t'ju thënë se unë pranoj ndihmën tuaj. Jo su një bamirësi, por si një drejtësi, dhe për t'ju thënë se unë do të luftoj me ju, jo kundër jush. Adrian buzëqeshi për herë të parë prej ditësh. Falenderit, tha ai. Ky do të thotë më shumë se sa mund të imagjinoni. Lira buzëqeshi edhe ajo. Por ka një gjë që duhet ta dini, tha ajo. Çfarë? Unë nuk jam më ajo vajze dobët që ju takuat në rrugë, tha ajo me një zë të fortë. Unë jam një nën, një luftëtare dhe një mbljetuese. Dhe nëse dikush do të përpiqet të na dëmtojë, unë do të luftoj me çdo gjë që kam. Adriani shikoi me një respekt të thellë. Unë nuk pres më pak, tha ai. Dhe në atë moment, ata të dy e kuptuan se çfarë kishin ndërtuar nuk ishte thjesht një marrëdhënie ndihmësi dhe ndihmari. Ishte një partneritet, një aleancë dhe një lidhje që asgjë nuk mund ta thyente. Por ajo që asnjëri prej tyre nuk e dinte ende, ishte se lufta sapo kishte filluar. Sepse Markus nuk ishte i vetmi që donte t'i ndalonte. Kishte të tjerë që kishin interes që ata të dështonin, dhe ata ishin gati të bënin gjithçka për të arritur atë. Javët që pasuan ishin të vështira. Markus thiri mbledhjen e bordit siç kishte premtuar, dhe në atë mbledhje ai paraqiti një rast të fortë kundër Adrianit. Sa i po vendoste interesat personal mbi interesat e kompanisë. Sa i po krijonte një skandal që po dëmtonte markën e tyre. Sa i duhet të hiqej. Por Adrian kishte përpjekur edhe ai. Ai kishte folur me antarët e bordit një nga një, duke u shpjeguar situatën, duke u treguar dokumentet që provonin lidhjen historike,
midis familjes së tij dhe familjes së Lirës. Dhe kur erdhi momenti i votimit, shumica e bordit vendosi të mbështet Adrianit. Markus ishte i zemëruar. Ai e dinte se kishte humbur, por ai nuk ishte gati të dorëzohej. Dhe ai filloi të planifikonte diçka tjetër, diçka më të errët. Një mbrëmje, ndërsa Lira po kthehej në apartamentin e saj me binjakët, ajo u nda nga 2 burra në korridorin e ndërtesës. Ata ishin të veshur me kostume të zeza dhe kishin një shprehje të ftohtë. "Lira Marku?" tha njëri prej tyre. Lira u tensionua menjëherë. "Po, kush jeni ju?" "Ne jemi nga departamenti i imigracionit," tha burri, "dhe kemi një urdhër për t'ju arrestuar." Lira ndieu se zemra i ndaloi. "Çfarë? Pse?" "Ju jeni në këtë vend ilegalisht," tha burri, "dhe derisa statusi juaj të rregullohet, ju duhet të vini me ne." Por un kam një avokat," tha Lira me një zë të dridhur. "Ai po punon për rastin tim." "Kjo nuk ka rëndësi," tha burri. "Urdhri është i qartë, ju duhet të vini tani." "Jo," bërtiti Lira, "ju nuk mund të më merrni, fëmijët e mi." Burrat u afruan dhe njëri prej tyre e kapi për krah. Lira u përpoq të luftonte, por ata ishin më të fortë. Binjakët filluan të qanin duke mos kuptuar çfarë po ndodhte. "Ju lutem," lypte Lira, "mos më merrni prej tyre, ata kanë nevojë për mua." Por burrat nuk dëgjuan. Ata e tërhoqën drejt derës, ndërsa Lira bërtiste dhe binjakët qanin. Dhe në atë moment, dera e apartamentit të një fqinji u hap. Ishte një grua moshuar që kishte dëgjuar zhurmën. "Çfarë po bëni?" pyeti ajo. "Kjo nuk është puna juaj," tha njëri nga burrat. Por gruaja e moshuar nuk u largua. Ajo nxorri telefonin dhe filloi të filmonte. "Un po thoras policin," tha ajo, "dhe po thoras edhe mediat." Burrat hezituan për një moment. Pastaj, ata e lanë Lirën dhe u larguan me shpejtësi. Lira ra në gjunjë duke qare dhe duke i përqafuar binjakët. Gruaja e moshuar u afrua dhe e ndihmoi të ngrihej. "Jeni mirë?" pyeti ajo. Unë nuk e di," tha Lira me një zë të thyer. Gruaja e moshuar e drejtoi brenda në apartamentin e saj dhe i dha ujë. Pastaj, ajo e ndihmoi Lirën të telefononte Adrianin. Kur Adriani mori lajmin, ai u nis menjëherë. Ai arriti në apartamentin e Lirës brenda 10 minutave dhe i gjeti atë të dridhur, ende të tronditur nga ajo që kishte ndodhur. "Kush ishin ata?" pyeti ai. "Thanë se ishin nga departamenti i imigracionit," tha Lira. "Por unë nuk jam e sigurt." Adriani e kuptoi menjëherë. Kjo nuk ishte një operacion zyrtar. Kjo ishte një përpjekje për ta friksuar Lirën, për ta detyruar të largohej. "Markus," thaj me një zë të ftoftë. "Ai është pas kësaj." "Çfarë do të bëjmë?" pyeti Lira. Adriani e shikoi me vendosmëri. "Do të luftojmë," thaj, "dhe do të fitojmë." Por thellë brenda, Adriani e dinte se kjo luftë ishte duke u bërë gjithnjë e më e rrezikshme. Dhe ai nuk e dinte se sa larg Markus ishte gati të shkonte për ta ndaluar atë. Ditët që pasuan ishin të mbushura me tension. Adriani kishte kontraktuar siguri private për Lirën dhe binjakët. Ai kishte bërë gjithashtu një hetim të plot dhe kishte zbulluar se burrat që kishin përpjekur të arrestonin Lirën nuk ishin as pak nga departamenti i imigracionit. Ata ishin aktorë të paguar nga diku që donte ta friksonte atë. Dhe kur Adriani hetoi më thellë, ai zbuloi se ky dikush ishte vërtet Markus. Vëllai i tij kishte organizuar gjithçka, me shpresën se Lira do të friksoj aq shumë sa do të largohej nga Londra. Por ai nuk e kishte njohur Lirën. Ajo nuk ishte më ajo vajza e dëshpëruar që lypsej në rrugë. Ajo tani kishte një qëllim, një forcë dhe një aleat të fuqishëm, dhe ajo nuk kishte ndërmend të largohej. Një mbrëmje, Adriani ftoi Lirën në shtëpinë e tij për të diskutuar hapat e ardhshëm. Binjakët po luanin në një dhomë të veçantë me një kujdestare, dhe ata të dy ishin ulur në sallonin e madh, pranë zjarrit.
Unë kam bërë një vendim, tha Adriani. Dua të bëj gjithçka që është e nevojshme për të siguruar që ju dhe fëmijët tuaj të jeni të sigurt. Dhe për ta bërë këtë, kam nevojë që të marr masa drastike. Çfarë lloj masash? Pyeti Lira. Dua të thërras një konferencë të re shtypi, tha Adrian, dhe dua t'ju them publikut jo vetëm historinë tuaj, por edhe atë që Markus ka bërë. Dua ta ekspozoj atë plotësisht. Lira e shikoi me shqetësim. Por nëse e bëni këtë, ai do të hakmeret, tha ajo. Ai mund të bëjë gjëra edhe më të këqija. Ndoshta, tha Adrian, por unë nuk mund të vazhdoj të lejoj që ai të na kërcënoj. Dhe nëse ekspozoj atë publikisht, ai nuk do të ketë më fuqi për të vepruar në hije. Lira e mendoi për një moment, pastaj bëri po me kokë. Nëse mendoni se kjo është mënyra e duhur, atëherë unë ju mbështes, tha ajo. Por ka diçka që dua t'ju pyes. Çfarë? Pse po bëni gjithë këtë? Pyeti ajo duke e shikuar drejt për drejt. E di që e keni shpjeguar më parë, por dua ta dëgjoj përsëri. Pse po rrezikoni gjithçka për mua? Adriana shikoi për një kohë të gjatë. Ai e dinte se kjo pyetje do të vinte një ditë, dhe ai e dinte se duhej t'i përgjigjej me të vërtetën. Sepse kur ju pash për herë të parë, filloi ai, pash diçka që nuk kisha parë prej vitësh. Pash një forcë që nuk vinte nga para apo nga fuqia, por nga dashuria, nga sakrifica. Dhe ajo më kujtoi se çfarë është vërtet e rëndësishme në jetë. Ai ndaloi për një moment. Por ka edhe diçka tjetër, vazhdoi ai. Diçka që nuk ju a kam thënë ende. Lira u tensionua. Çfarë? Adrian mori frymë thellë. Kur fillova të hetoj për historinë tuaj, zbulova diçka që më tronditi. Diçka që lidhet jo vetëm me familjen tuaj dhe me familjen time, por edhe me dikë tjetër. Kë? Pyeti Lira duke u shqetësuar. Adrian u ngrit dhe shkoi drejt një dollapi të madh. Ai hapi një sertar të vjetër dhe nxori një dosje të vjetër. Ai e dha Lirës. Hapeni, tha ai. Lira e hapi dosjen me duar të dridhura. Brenda kishte fotografi të vjetra, letra dhe dokumente. Fotografia e parë tregonte një grua të re me flokë të zinj dhe sy të bukur. Lira e shikoi me vëmendje dhe pa pritmas ndjeu një përplasje në zemër. Kjo është nëna ime? Tha ajo me një zë të thyer. Po, tha Adrian, por shikoni fotografinë tjetër. Lira ktheu faqen. Fotografia tjetër tregonte të njëjtën grua, por këtë herë ajo qëndronte pranë një burri të ri. Dhe burri ishte babai juaj? Tha Lira, duke e shikuar Adrianin me mosbesim. Po, tha Adrian, por ajo që nuk e dini është se nëna juaj dhe babai im nuk ishin thjesht të njohur. Ata ishin të dashuruar. Lira ndjeu sikur bota po rrotullohej. Çfarë po thoni? Adrian u ul përsëri, duke e shikuar me një shprehje të dhimbshme. Babai im dhe nëna juaj u takuan para se ai të takonte nënën time, tha ai. Ata qenë të ri, të dashuruar dhe kishin plane për të ardhmen. Por babai im ishte britanik dhe nëna juaj ishte shqiptare. Dhe në ato vite një marrëdhënie e tillë ishte shumë e vështirë. Lira dëgjoi me një vëmendje absolute. Babai im u kthye në Britani për të përfunduar studimet e tij, vazhdoi Adrian, dhe ai premtoi se do të kthehej për nënën tuaj. Por kur u kthye, ai mësoi se ajo ishte martuar me babain tuaj, dhe ai e kuptoi se duhej ta lindte. Pse nuk kthehej më shpejt? Pyeti Lira me lot në sy. Sepse familja e tij e detyruai të qëndronte, tha Adrian. Ata nuk donin që ai të martohej me dikë nga Shqipëria, dhe kur ai më në fund u lirua, ishte shumë vonë. Lira qau hapur tani. Pra nëna ime donte babain tuaj? Po, tha Adrian, por ajo e donte edhe babain tuaj. Dhe kur babai im u kthye, ajo kishte bërë tashmë një zgjedhje. Ajo kishte zgjedhur një jetë të re. Adrian deu sytë e tij duke u mbushur me lot. Por babai im nuk e harroi kurrë, tha ai. Ai ruajti fotografitë e saj, letrat e saj, dhe kur mësoi se ajo kishte vdekur, ai u thye. Ai shkroi në testament se nëse dikush nga familja e saj do të kishte nevojë për ndihmë, ne duhet ta bënim, sepse ai e dinte se ai kishte një borxh ndaj saj. Lira e shikoi me një shprehje të përzier dhimbjeje
dhe kuptimi. Pra, ju nuk po më ndihmoni vetëm për shkak të babait tim, tha ajo, ju po më ndihmoni edhe për shkak të nënësime. Po, tha Adrian, sepse babai im e donte atë, dhe unë ndihem sikur duke u ndihmuar juve, po nderoj dashurinë e tij. Lira qau edhe më shumë, por kësaj radhe ishin lot lehtësimi dhe kuptimi. Gjithçka kishte kuptim tani. Lidhja midis tyre nuk ishte vetëm për borxhet e pakbagara apo për përgjegjësitë morale. Ishte për dashurinë e humbur, për sakrificën dhe për një lidhje që kishte kaluar brezat. Faleminderit që ma thatë këtë, tha ajo mes lotësh. Kjo më ndihmon të kuptoj pse ju jeni aq e vendosur për të më ndihmuar. Adrian buzëqeshi përmes lotëve të tij. Dhe ka edhe diçka tjetër, tha ai. Çfarë? Kur babai im vdiq, ai la një letër për mua, tha Adrian. Një letër që unë e lexova vetëm pasi ju takova. Në atë letër, ai më thot se nëse një ditë do të takoja dikë që më kujtonte dashurinë e tij të humbur, duhej ta trajtoja sikur të ishte familja ime, sepse dashuria e vërtet nuk ftes kurrë. Ajo kalon nga brezi në brez. Lira ndjeu një ndjenjë të fuqishme duke u ngritur brenda saj. Ajo e kuptoi tani se kjo nuk ishte vetëm për mbijetesë. Kjo ishte për diçka më të madhe. Për nderimin e të kaluarës, për drejtsinë e sotmes dhe për shpresën e së ardhmes. Unë dua t'ju them diçka, tha ajo, duke shikuar Adrian me vendosmëri. Unë nuk jam ajo vajzë e dobët që ju takuat. Unë jam gati të luftoj. Jo vetëm për mua, por edhe për ju. Sepse ju keni bërë më shumë për mua se sa kushdo tjetër në jetën time. Dhe unë nuk do të harroj kurrë. Adrian buzëqeshi me një buzëqeshje të vërtet. Atëherë le të luftojmë së bashku. Dhe le t'u tregojmë të gjithëve se çfarë do të thotë të luftosh për atë që është e drejtë. Dhe në atë moment, të dy e kuptuan se çfarë kishin ndërtuar ishte më shumë se një miqësi. Ishte një aleancë ndërtuar mbi sakrificë, dashuri dhe një premtim që kishte kaluar brezat. Dhe asgjë nuk mund ta thynte atë. Por ajo që asnjëri prej tyre nuk e dinte ende, ishte se Markus kishte dëgjuar për planet e tyre. Ai kishte vënë në punë spiun që i ndiqni çdo lëvizje të Adrian, dhe ai tashmë po planifikonte goditjen e tij përfundimtare. Një natë, ndërsa Adrian po përgatitej për konferencën e dytë të shtypit, ai mori një telefonat nga një numër i panjohur. Adrian Thornfield? Tha një zë i ftohtë. Po, kush është? Pyeti Adrian. Dikush që ka interes që ju të dështoni, tha zëri, dhe dua t'ju paralajmëroj, nëse vazhdoni me atë konferencë shtypi, do të pendoheni. Kush jeni ju? Kërkoi Adrian. Kjo nuk ka rëndësi, tha zëri. Por ajo që ka rëndësi është se unë e di gjithçka për ju. E di për Lirën, e di për binjakët, e di për çdo gjë që keni bërë. Dhe nëse vazhdoni, unë do t'i nxjerr të gjitha në dritë. Jo vetëm historinë tuaj, por edhe sekretet tuaja më të errta. Adrian ndjeu një të ftohtë duke zbritur në shpinë. Ju nuk keni asgjë kundër meje, tha ai duke u përpjekur të tingëllonte i sigurt. A jeni i sigurt? Tha zëri. Sepse unë kam dokumente që tregojnë se babai juaj nuk vdiq nga një sulm zemre. Ai vdiq sepse ishte nën presion të madh, presion që ju ja shkaktuat. Adrian ndjeu sikur zemra ju ndaloi. Çfarë po thoni? Po them se ju kishit një grindje të madhe me babain tuaj pak para se ai të vdiste, tha zëri. Ju e akuzuat atë për dështimin e projektit në Shqipëri, dhe ai, i shkatëruar nga fjalët tuaja, u sëmur dhe vdiq. Adrian ndjeu një dhimbje të thellë. Kjo ishte e vërtet. Ai kishte pasur një grindje me babain e tij, dhe ai kishte thënë gjëra që kishte penduar çdo ditë që atëherë. Ju nuk e kuptoni, tha Adrian, me një zë të thyer. Unë isha i ri, i zemëruar dhe i paditur. Nuk e kuptoja se çfarë po kalonte ai. Nuk ka rëndësi, tha zëri. Ajo që ka rëndësi është se unë kam këtë informacion.
Dhe nëse vazhdoni me konferencën, unë do ta nxjerr dhe bota do ta di se ju jeni përgjegjës për vdekjen e babait tuaj. Adrian ndjeu një zemërim të madh, por gjithashtu një frikë. Ai e dinte se kjo akuzë, edhe nëse nuk ishte tërësisht e vërtet, do të shkatëronte reputacionin e tij përgjithmonë. "Çfarë doni?" pyeti ai. "Dua që ju të largoheni nga Lira," tha zëri. "Dua që ju ta lini atë të vazhdojë jetën e saj pa ju, dhe dua që ju të mos flisni më kurrë për këtë histori." "Unë nuk mund ta bëj këtë," tha Adrian. "Atëherë, përgatituni për pasojat," tha zëri dhe telefoni u mbyll. Adrian beti atje, duke mbajtur telefonin në dorë, duke u dridhur nga zemërimi dhe frika. Ai e dinte se Markus ishte pas kësaj, dhe ai e dinte se ky kërcënim ishte real. Por ai gjithashtu e dinte se nuk mund të tërhiqej, sepse nëse ai e bënte atë, gjithçka që kishte ndërtuar me Lirën do të shkatrohej, dhe ai nuk mund ta bënte këtë. Ai thiri Lirën me një herë dhe ja tha atë që kishte ndodhur. Lira e dëgjoi me shqetësim të madh. "Adrian, ju nuk mund të vazhdoni me këtë," tha ajo. "Nëse ata e nxjerrin atë informacion, ju do të humbni gjithçka." "Por nëse nuk vazhdoj, ju do të humbisni gjithçka," tha Adrian, "dhe unë nuk mund ta lejoj këtë." Lira e shikoi me lot në sy. "Ju tashmë keni bërë aq shumë për mua," tha ajo. "Ju nuk duhet të sakrifikoni më shumë." "Jo," tha Adrian duke kapur dorën e saj. "Kjo nuk është sakrificë, kjo është e drejtë, dhe unë do ta bëj, pavarësisht pasojave." Lira qau dhe përqafoi. "Ju jeni burri më i mirë që kam takuar ndonjëherë," tha ajo. Adrian e mbajti fort. "Dhe ju jeni gruaja më e fortë që kam takuar ndonjëherë," tha ai. Dhe në atë moment, të dy e dinin se ata do të përballeshin me stuhin që po vinte, bashkërisht. Dhe pavarësisht se çfarë do të ndodhte, ata nuk do të tërhiqeshin. Dita e konferencës së dytë të shtypit arriti më në fund. Dhoma ishte edhe më e mbushur se herën e parë. Gazetarët, kamerat, mikrofona, gjithçka ishte atje. Por kësaj radhe kishte edhe diçka tjetër, tension. Të gjithë e dinin se Adrian do të bënte një deklaratë të rëndësishme, dhe të gjithë presnin të shihnin se çfarë do të ndodhte. Adrian doli në podium me Lirën pranë tij. Kjo ishte hera e parë që ajo shfaqej publikisht, dhe pamja e saj, një grua e re, të veshur thjesht por me dinjitet, mori vëmendjen e të gjithëve. "Faleminderit që erdhët," filloi Adrian. "Sot, unë do t'ju them një histori që përfshin familjen time, familjen e kësaj gruaje këtu pranë meje, dhe një e vërtet që ka qenë e fshehur për shumë vite." Ai mori frymë thellë dhe filloi të rrofente gjithçka. Ai foli për babain e tij dhe për dashurinë e tij të humbur me nënën e Lirës. Ai foli për projektin në Shqipëri dhe për aksidentin që kishte marrë jetën e babait të Lirës. Ai foli për kompensimin që nuk u pagua kurrë dhe për pasojat tragjike që pati për familjen e Lirës. Dhe më e rëndësishmja, ai foli për vëllain e tij, Markus, dhe për përpjekjet e tij për t'i ndaluar ata. "Vëllai im," tha Adrian me një zë të fortë, "ka bërë gjithçka që është në fuqinë e tij për të më ndaluar. Ai ka dërguar njerëz për ta friksuar Lirën, ai ka kërcënuar që të nxjerr informacione private për mua. Por unë nuk do të hesht më." Ai nxori dokumentet që Daniel Cross i kishte dhënë dhe i tregoi të gjithëve. "Këto janë provat," tha ai. "Provat se babai im kishte një detyrë ndaj familjes së Lirës. Provat se vëllai im ka vepruar jashtë ligjit dhe provat se e vërteta ka qenë e fshehur për shumë kohë." Dhoma shpërtheu në zhurmë. Gazetarët bërtitën pyetje, kamerat shkëlqyen dhe mikrofonat u shtrin drejt Adrian. Por ai nuk u ndal. Ai vazhdoi të fliste me një forcë që nuk kishte ndjer kurrë më parë. "Dhe po, është e vërtet," tha ai, duke e shikuar drejt për drejt kamerën. "Unë pata një grindje me babain tim para se ai të vdiste, dhe ajo grind ishte për atë projekt. Unë e akuzova atë për dështimin e tij, dhe ai, i thyer nga fjalët e mia, u sëmur dhe vdiq. Dhe unë kam jetuar me atë faj çdo ditë që atëherë." Heshtja mbushi dhomën për një moment. "Por unë nuk po bëj këtë për të fshirë fajin tim," vazhdoi Adrian.
Unë po e bëj këtë sepse dua që e vërteta të dihet, dua që Lira dhe fëmijët e saj të marrin atë që u takon, dhe dua që bota të di se, pavarësisht se sa para kemi, pavarësisht se sa fuqi kemi, ne të gjithë kemi një përgjegjësi ndaj njëri tjetrit. Ai u kthye dhe e shikoi Lirën. Ajo qante, por ishin lot krejtësie. Kjo grua këtu, tha Adrian, ka humbur gjithçka. Ajo ka humbur prindrit e saj, motrën e saj, shtëpinë e saj. Ajo ka jetuar në rrugë me fëmijët e saj, duke luftuar çdo ditë për të mbijetuar. Por ajo nuk u dha kurrë. Dhe ajo është këtu sot, jo si një viktim, por si një luftëtare. Ai zgjati dorën dhe Lira e mori. Ata qëndruan atje dorë për dore, përballë botës. Dhe sot, tha Adrian, unë po bëj një premtim që babai im nuk pati kohë ta mbante. Unë do të siguroj që Lira dhe fëmijët e saj të kenë gjithçka që u nevojitet. Unë do të luftoj për të drejtat e tyre, dhe unë nuk do të ndaloj derisa drejtësia të jetë bërë. Dhoma shpërtheu në duar trokitje. Jo nga të gjithë, por nga shumë. Disa gazetar kishin lot në sy, disa të tjerë shkruanin me shpejtësi, dhe disa thjesht qëndronin atje, të goditur nga ajo që kishin dëgjuar. Por jo të gjithë ishin të kënaqur. Në një cep të dhomës, një burr me kostum të zi po shikonte me një shprehje të ftohtë. Ishte Markus. Ai kishte ardhur për të parë dështimin e vëllait të tij, por në vend të kësaj, ai po shihte triumfin e tij. Kur konferenca mbaroi, Markus doli pa thënë asnjë fjalë. Ai e dinte se kishte humbur. Dhe ai e dinte se çdo gjë që kishte bërë do të dilte në dritë tani. Javët që pasuan ishin kaotike. Media raportoi për historinë me intensitet të madh. Disa e mbështetën Adrian, duke e quajtur atë një hero modern. Të tjerë e kritikuan, duke thënë se ai po përdorte historinë e Lirës për publicitet. Por pavarësisht nga opinionet, e vërteta kishte dalë. Dhe kjo ishte gjëja më e rëndësishme. Markus u hetua nga policia për përpjekjen e tij për të friksuar Lirën. Ai mohoi të gjitha akuzat, por provat ishin të qarta. Dhe më në fund, ai u detyrua të jepte dorëheqjen nga bordi i kompanisë dhe të largohej nga jeta publike. Adrian, nga ana e tij, përdori të gjitha burimet e tija për të ndihmuar Lirën. Ai siguroi që ato merrte lejen e qëndrimit brenda disa muajve. Ai i gjeti një punë si përkthyese, sepse ajo kishte mësuar anglisht shumë mirë. Ai siguroi që binjakët të shkonin në një kopsht të mirë, dhe ai u sigurua që ajo të kishte një apartament më të madh dhe më të rehatshëm. Por më e rëndësishmja, ai i dha Lirës diçka që ajo kishte humbur prej vitesh: dinjitet. Një mbrëmje, 6 muaj pasi konferenca e shtypit, Adrian dhe Lira u ulën në një park pranë Thamesit. Binjakët po luanin pranë, të lumtur dhe të shëndetshëm. Dielli po perëndonte, duke ngjyrosur qiellin në nuanca portokalli dhe vjollc. Keni menduar ndonjëherë se si do të ishte jeta juaj nëse nuk do të më kishit takuar? Pyeti Adrian. Lira buzëqeshi. Po, tha ajo. Çdo ditë, dhe çdo ditë falenderoj Zotin që ju më takuat. Adrian buzëqeshi edhe ai. Unë jam ai që duhet të falenderoj, tha ai. Ju më keni mësuar se çfarë do të thotë të jesh i fortë. Ju më keni mësuar se çfarë do të thotë të luftosh për atë që është e drejtë. Lira shikoi me një shprehje të butë. Dhe ju më keni mësuar se ende ka njerëz të mirë në këtë botë, tha ajo. Njerëz që nuk kërkojnë asgjë në këmbim, por që thjesht duan të ndihmojnë. Ata qëndruan në heshtje për një moment, duke shikuar diellin që po zhdukej. Adrian, tha Lira më në fund. Ka diçka që dua t'ju pyes. Çfarë? Çfarë do të ndodh tani? Mes nesh do të thotë. A do të vazhdojmë të jemi thjesht miq? Apo ka diçka më shumë? Adriano kthyn dhe e shikoi drejt për drejt. Ai e kishte menduar këtë pyetje për muaj të tërë, dhe ai e dinte përgjigjen. Lira, tha ai, unë nuk e di se çfarë na pret në të ardhmen, por ajo që e di është se kur jam pranë jush, ndihem më i plot. Ndihem sikur jeta ime ka kuptim. Dhe nëse jo ndiheni të njëjtën gjë, atëherë ndoshta ne duhet ta eksplorojmë këtë. Lira buzëqeshi me lot në sy.
Unë ndihem të njëjtën gjë, tha ajo, por kam frikë. Frikë se ndoshta jemi shumë të ndryshëm. Frikë se ndoshta bota nuk do ta pranoj këtë. Bota nuk duhet ta pranoj, tha Adrian. Vetëm ne duhet ta pranojmë. Dhe nëse ne jemi të sigurt, atëherë asgjë tjetër nuk ka rëndësi. Elira e shikoi për një kohë të gjatë dhe pastaj, për herë të parë që kur e kishte takuar, ajo e puthi. Ishte një puthje e butë, e mbushur me emocion dhe me shpresë. Kur u ndan, ata të dy buzëqeshën. Pra, ky është fillimi i diçkaje të re? Pyeti Lira. Po, tha Adrian. Fillimi i diçkaje që mendoj se ishte caktuar të ndodhte. Dhe në atë moment, ndërsa dielli po zhdukej plotësisht dhe yjet po fillonin të shkëlqenin, ata të dy e kuptuan se udhëtimi i tyre nuk kishte mbaruar. Ishte thjesht duke filluar. 2 vjet më vonë, jeta e Lirës kishte ndryshuar plotësisht. Ajo tani kishte një punë të qëndrueshme si përkthyese për një kompani ndërkombëtare. Binjakët e saj, Arian dhe Lumana, po rriteshin në një mjedis të sigurt dhe plot dashuri. Ata shkonin në një shkollë të mirë, kishin miq dhe ishin të lumtur. Por më e rëndësishmja, Lira kishte gjetur paqe. Ajo kishte gjetur një vend ku mund të quhej shtëpi. Dhe ajo kishte gjetur dikë që e donte vërtet. Adrian dhe Lira kishin zhvilluar një marrëdhënie të thellë gjatë këtyre 2 viteve. Ata nuk kishin nxituar. Ata kishin marrë kohën e tyre duke ndërtuar një lidhje të bazuar në besim, respekt dhe dashuri të vërtet. Dhe tani, ata ishin gati për hapin e ardhshëm. Një ditë pranvere, Adrian e ftoi Lirën në një vend të veçantë. Një kodër me pamje nga Londra, ku ata kishin shkuar për herë të parë bashkë me binjakët. Dielli po shkëlqente, pemët ishin plot me lule dhe era ishte e butë. Pse më sollët këtu? Pyeti Lira, duke buzëqeshur. Sepse ky është vendi ku filloi gjithçka. Vendi ku ne filluam të ndërtojmë diçka të vërtet. Lira e shikoi me kureshti. Çfarë po fshihni? Adrian buzëqeshi dhe ra në një gjunjë. Lira ndjeu zemrën duke u ndaluar. Lira, tha ai duke nxjerrë një kujti të vogël nga xhepi. Ju më keni mësuar se çfarë do të thotë të jesh i fortë. Ju më keni mësuar se çfarë do të thotë të dashurosh pa kushte. Dhe ju më keni mësuar se çfarë do të thotë të jetosh për diçka më të madhe se vetja jote. Ai hapi kutin, duke zbuluar një unazë të bukur. Edhe tani, unë dua t'ju pyes. A do të më jepni nderin të jem bashkëshorti juaj? A do të më lejoni të jem babai i Arian dhe Luanës? Dhe a do të ndërtojmë së bashku një të ardhme që babai im dhe nëna juaj mund të kishin pasur? Lira qau hapur tani, por ishin lot lumturie. Po, tha ajo, duke rënë në gjunjë pranë tij. Po. Adrian ja burli unazën në gisht dhe pastaj e përqafoi fort. Ata qëndronin atje, të përqafuar, duke qarë dhe duke qeshur në të njëjtën kohë. Binjakët, që kishin qenë duke luajtur pranë, vrapuan drejt tyre. Çfarë po ndodh? Pyeti Arian. Po bëhemi familje, tha Lira duke i përqafuar të dy. Një familje e vërtet. Luana buzëqeshe me një buzëqeshje të gjerë. Dhe zoti Adrian do t'i jetë babai ynë? Pyeti ajo. Po, tha Adrian duke ulur pranë tyre. Nëse ju doni. Ne duam, thanë të dy njëkohësisht dhe e përqafuan. Dhe në atë moment, Adrian ndjeu diçka që nuk ishte ndjer kurrë më parë, një lumturi të plot. Ai kishte gjetur atë që kishte kërkuar gjithë jetën e tij, pa e ditur. Ai kishte gjetur familjen. Martesa u bë 6 muaj më vonë, në një ceremoni të vogël por të bukur. Ishin vetëm miqtë më të afërt dhe disa kolegë, por ishte e përsosur, sepse nuk ishte për të tjerët, ishte për ta. Kur Adrian dhe Lira këmbyen kushtet ata të dy qanë, sepse ata e dinin se kjo nuk ishte thjesht një martesë, ishte një përfundum një udhëtimi të gjatë dhe një fillim i një udhëtimi të ri. Kur kunatori tha mund ta puthni nusen, Adrian e puthi Lirën me një dashuri që dukej
se po shpërthente nga brenda. Edhe kur u ndan, ata të dy buzëqeshën më gjërë se sa kishin buzëqeshur kurrë. Por gjatë festës, diçka e pazakontë ndodhi. Një grua e vjetër, e veshur me rroba të thjeshta, u afrua tek Lira. Ajo duke e njohur, por Lira nuk mund ta vendoste. "Lira", tha gruaja me një zë të thyer. "Më nje?" Lira e shikoi me kujdes dhe papritmas zemra i ndaloi. "Teze, Mirela?" tha ajo me mosbesim. Gruaja e vjetër buzëqeshi, me lot në sy. "Po, jam unë", tha ajo. Lira e përqafoi menjëherë. Teze Mirela ishte motra e nënës së saj, e cila kishte jetuar në një qytet tjetër dhe që Lira nuk e kishte parë prej vitesh. "Si më gjete?" pyeti Lira. "Pash në gazeta për martesën tënde", tha Mirela, "dhe vendosa të vija, sepse doja të shija se si je. Dhe doja të them diçka." "Çfarë?" Mirela mori frymthell. "Nëna jote", tha ajo, "para se të vdiste, më tha diçka. Më tha se nëse do të takonte ndonjëherë dikë që të donte vërtet, të mos kisha frikë, të mos mendoja për të kaluarën, por për të ardhmen. Dhe kur të shoh ty sot, kaq të lumtur, e di se ajo do të ishte krenare." Lira qau dhe e përqafoi përsëri. "Faleminderit", tha ajo. "Faleminderit që erdhe." Dhe në ato moment, Lira ndjeu si një cikël kishte mbyllur. Një cikël dhimbjeje, vuajtjeje dhe humbjeje. Dhe një cikël i ri kishte filluar. Një cikël dashurie, shprese dhe fillimeve të reja. 5 vjet më vonë Adrian dhe Lira ishin duke jetuar një jetë të lumtur. Ata kishin pasur edhe një fëmijë tjetër, një vajzë të vogël që e quajtën Maria, në nder të nënës së Lirës. Binjakët tani ishin 8 vjeç dhe po rriteshin shpejt. Dhe Adrian kishte hequr dorë nga shumë prej përgjegjësive të tij në biznes për t'u kaluar më shumë kohë me familjen. Por një ditë Adrian mori një letër nga një avokat në Shqipëri. Kur e hapi, ai zbuloi diçka që e la pa fjalë. Letra thoshte se një copë toke në Shqipëri, e cila kishte qenë në pronësi të familjes së babait të Lirës, ishte zbuluar se kishte një vlerë të madhe. Ishte e pasur me minerale të rralla. Dhe sipas ligjit, kjo proni përkiste trashëgimtarëve të familjes Marku. Adriani ja tregoi Lirës, ajo e lexoi letrën me mosbesim. Kjo do të thotë se ne jemi të pasur?" pyeti ajo. "Jo", tha Adrian duke buzëqeshur. "Kjo do të thotë se familja jote, më në fund, ka marrë atë që i takonte. Drejtësia që babai im donte ta bënte, tani është bërë." Lira qau për të 20 herë që atë ditë, por këtë herë ishin lot kënaqësie të plot. "Çfarë duhet të bëj me këtë?" pyeti ajo. Adrian e mendoi për një moment. "Të ndërtojmë diçka", tha ai. "Të ndërtojmë një fondacion që ndihmon familje si familja jote. Familje që kanë humbur gjithçka, por që ende luftojnë. Le t'ua japim atyre shpresën që ty të dhanë." Lira buzëqeshi me një buzëqeshje që e ndriçoi të gjithë dhomën. "Kjo është ideja më e mirë që ke pasur ndonjëherë", tha ajo. Dhe kështu ata e bën. Ata krijuan fondacionin Marku Thornfield, i cili ndihmonte familje imigrantësh në gjithë Evropën. Ata dhanë strehim, ushqim, arsim dhe mbështetje ligjore. Dhe ata e bën të gjitha këto në emër të atyre që kishin humbur, babait të Lirës, nënës së saj, motrës së saj dhe babait të Adrian. 10 vjet pas takimit të tyre të parë, Adrian dhe Lira u kthyen në atë rrugë ku gjithçka kishte filluar. Ishte një natë e qetë dhe shi po fillonte të binte lehtë. "E kujton këtë vend?" pyeti Adrian. "Si mund ta harroj?" tha Lira. "Këtu filloi gjithçka." Ata qëndruan atje, dorë për dorë, duke shikuar rrugën e largët ku Lira kishte qenë ulur me binjakët e saj. Ndonjëherë mendoi se çfarë do të kishte ndodhur nëse ti nuk do të kisha ndaluar atë natë, nëse ti do të kishe kaluar pranë si të gjithë të tjerët. "Unë nuk do të kisha kaluar", tha Adrian, "sepse diçka më tha se ajo ishte çështja që duhej të bëja. Diçka më tha se ti ishe ajo që kisha pritur gjithë jetën time." Lira e shikoi me lot në sy. "Dhe ti isha ai që unë kisha nevojë.
jo vetëm për të më shpëtuar, por për të më treguar se dashuria e vërtet ekziston, se bota nuk është vetëm e errët, se ka ende dritë. Ata u puthën, ndërsa shi vazhdonte të binte lehtë. Por kësaj radhe nuk ishte i ftohtë, ishte i butë, pothuajse sikur qielli po i bekonte. Dhe kur u ndan, ata buzëqeshën. Le të shkojmë në shtëpi, tha Adrian. Familja na pret. Po, le të shkojmë në shtëpi. Dhe kështu ata ecën dorë për dorë, larg nga rruga ku gjithçka kishte filluar. Por ata nuk po largoheshin nga e kaluara. Ata po ecnin drejt së ardhmes. Një ardhme e ndërtuar mbi sakrificë, dashuri dhe një premtim që kishte kaluar brezat. Dhe ndërsa ata zhduken e errësyr, një zëri i narruesit flet për herë të fundit. Ndonjëherë jeta na jep takime që duken rastësore, por kur i shikojmë më me kujdes, kuptojmë se asgjë nuk është rastësi. Gjithçka është e lidhur. Gjithçka ka një kuptim. Dhe ndonjëherë, akti më i vogël i mirësisë mund të ndryshojë jo vetëm një jetë, por gjenerata të tëra. Ky është mesazhi i kësaj historie. Ky është mesazhi i Adrianit Delirës. Dhe ky është mesazhi për ju. Mos e nënvlerësoni fuqinë e dashurisë së vërtet, sepse ajo mund të shpëtojë botën.